mbledhja e seancës konstitutive të mbohet në ora 17 dhe pastaj të vazhdohet me votimin e qeverisë. Pas gjitha diskutimeve, ka pos një konsensus të plot të gjitha partive politike, që ka ardhur si propozim i të gjitha partive politikeve të liderëve ose udhëheqësve të partive politike të komuniteteve jo shumicë, jo serbe. Propozimi i tyre ka qenë i qartë që të shkohet në votim në pako. Pra, pakoja të votohet, pakoja nën kryetorëve, 5 nën kryetorëve në pako komplet bashkë. Ka pos konsensus për raportin, ka pos konsensus për votimin e kryetorit, ka pos konsensus për votimin në pako të 5 nën kryetorëve,